Sheki Husseini është mjeshtër i meditimit, themelues i Akademisë së Qetësisë dhe autori 3 librave transformues, Kush je ti, Kontrata me shpirtin dhe Kthesa e madhe. Mjeshtër Sheki është shqiptari i parë i certifikuar dhe licencuar si mësues meditimi në Osho, qendrën ndërkombëtare për meditim dhe transformim në Indi, si dhe krijuesi i disa programeve unike dhe revolucionare të meditimit, si të pathyeshëm, 3 ditë heshtje dhe 7 ditë heshtje, të cilët deri më tani kanë ndihmuar mijëra njerëz ta mësojnë meditimin, të krijojnë një manual për të punuar me veten, për ta njohur dhe shëruar veten e tyre. Në botën e biznesit, Sheki është i njohur si përmarrës i suksesshëm në fushën e gastronomisë dhe turizmit në Zvicër, në tregtinë e letrave me vlerë dhe metaleve të çmuara, ndërsa në lëminë e arteve marciale është bartës i brezit të zi dhe pjesëmarrës në shumë kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare. Me programin e tij të suksesshëm Meditimi dhe kompania ime, ai është i kërkuar për trajnime meditimi për kompanitë që duan ta implementojnë meditimin në strukturat e tyre, trajnim të cilin tani më e kanë absorbuar shumë kompani në rajon për të rritur produktivitetin dhe mirëqenien e tyre. Mjeshtër Sheki është pjesëmarrës i folës në për evente të ndryshme, institucione, universitete, organizata dhe në veçantë i folës dhe pjesëmarrës i rregullt në trajnimet Rruga drejt suksesit dhe mjeshtro biznesin nga Vasil Naçi, si dhe Mendon ndrysho fito dhe I Love My Business nga Ermal Mamaçi. Ai ka trajnuar dhe transformuar mijëra nxënës në vende të ndryshme të Europës, dhe vizioni i Shekit është që nëpërmjet trajnimeve të kontribuojë në krijimin e një njeriu të ri me një energji të re për një jetë të re, ku kultivohen vlerat si dashuria, paqja, liria, lumturia dhe suksesi. Nëpërmjet misionit të tij, ai të fton të mësosh heshtjen, të kuptosh qetësinë, të lidhesh dhe të eksplorosh veten, të zbulosh potencialin dhe fuqinë që ke sjell me vete, si dhe të mirëmbash dhe të shërosh veten. Dhurata më e madhe në jetë, thot Sheki, është atëherë kur e kupton se kush je dhe për çfarë ke ardhur në këtë jetë. Ai thot se nëpërmjet punës time dua që të ndihmoj që të kuptosh se ti je shumë më i madh se sa që mendja jote mund ta kuptoj, dhe se respekti më i madh që mund t'ia bësh vetes është atëherë kur me shumë dashuri dhe sinqeritet i shërben vetes dhe të tjerëve për të pasur një jetë më të lehtë dhe të lumtur.